Trump ka deklaruar se po rikonsideroj daljen nga NATO. Ka qenë prag daljes nga NATO në vitin 2018 në Bruxelles. Gjithmonë ka pasur idenë që NATO është e vjetruar. A do ta lejoj kupola? Por dëmi më i madh që i bëhet NATO-s është pikërisht mënyra se si flet. Natyrisht që amerikanët nuk u treguan gentleman kur u shkri traktati i Varshavës. Me daljen e Amerikës nga NATO, NATO realisht kthehet në tigër letre. Uroj që kjo mos ndodh. Të gjithë e dinë që Trump është një aberration, një devijim, dhe askush nuk e di se ç'mund të bëj. Ka pasur një orvatje që Kongresit dhe Senatit kalonte një ligj përpara që kjo mos ndodhte me veprimin e presidentit. Por presidenti ka drejt me kushtetut të lidh traktate dhe të prish traktate. Hyrja NATO thjesht një traktat ka qenë. Por le të shpresojmë që një 80 vjeçar të mos arritë të shkatërrojë një organizatë që ndër të tjera mbron Ballkanin, mbron Kosovën, mbron Shqipërinë. Më shumë do të kemë me ambasadorin Bolton. Por Trump ka diçka që kërcen nga një subjekt në subjektin tjetër. Problemi është rritja e çmimit naftës për amerikanët dhe ton rritja e stokut. Sot në orën 21 Trump do të flasë për Iranin. Do të thotë që do largohem, do të thotë që fitova, apo do të jetë fillimi i trupave ndëshkimore amerikane për të marrur Hormuzin.